Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Çfarë po ndodh me Elvana Gjatën? Ajo trondit ndjekësit. Elvana Gjata është një ndër këngëtaret më të dashura për publikun. Ajo komentohet pafund në rrjetet sociale për paraqitjen e saj. Së fundmi, këngëtarja ka publikuar një video teksa ka treguar fustanin e zi të jetë elegant. Mirë po duket, shumë breslënse duke i lënë ndjekësit pa fjalë, por me mimikat e saj të fytyrës ka ngritur shumë kureshtje se pse është deformuar kaq shumë në fytyrë. Shumica komentojnë për shkak të ndërhyrjeve të shumta estetike që ka bërë ndër vite.